duke parë se Hasan Tasimi është nga figurat e pa kontestuara, po i vlerësuar nga të gjitha qeverit dhe nga gjithë bota akademike shqiptare, ne do vendosim dhe do bëjmë një ndryshim në rregulloren e çmimeve që jep bashkia dhe vlerësimeve që jep bashkia, dhe do propozojmë një çmim akademik Hasan Tasimi. Pra, në nëntor të çdo viti, bashkia nëpërmjet një përzgjedhje të botës akademike do t'i japi një çmim të cilën ne do t'i bëjmë një propozim që ai që do të fitojë çmimin do të ketë edhe një stimul 2-3 milion deri 5 milion lekë të vjetra, që do të thotë gjithë intelektualët duhet që të shkruajnë për historinë e popullit, për prejardhjen tonë e gjithë të tjera. Këto projekt vendim sapo kryetari i Këshillit të Bashkisë është në krahuntim zoti Asaf Stroka, e diskutuam bashkë, kemi këshilltar të djathtë të majt, ne do ta dorëzojmë ditën e hënë në sekretari dhe besoj do ta kalojmë në fund muajit që ky çmim akademik të stimulojë gjithë botën intelektuale të Bashkisë Aran që të shkruajnë për historinë e Çamërisë, të Labërisë dhe më gjë për gjithë historinë e Shqipërisë. Shumë faleminderit dhe gëzuar festën e kësaj shoqate, e cila është frymëzuese për gjitha shoqatat e tjera për sa i përket patriotizmit.